Jemi këtyre në studio, jemi në një transmetim të drejt për drejt të breaking. Në këtë pjesë të fundit të programit do të ndalemi tek disa nga zhvillimet kryesore që kanë të bëjnë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës e atë çka po ndodh me administratën Trump. Së fundmi, një nga zhvillimet që ka tërhequr vëmendje të paktën 24 orët e fundit është largimi nga administrata i Musk pas një periudhe 130 ditore si këshilltar për efikasitet të qeveritar, ku përpoq të ristrukturonte agjencitë federale, por nuk arriti pikërisht synimet e tij të mëdha në raport me kursimet. Do të shkojmë në këtë momente në një lidhje direkte me avokatin e njohur që jeton e punon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Peter Lumaj, për të diskutuar më në detaje, në fakt edhe për vendimet e qëndrimin e Trump ndaj Universitetit të Harvardit, por në pjesën e dytë të bisedës. Avokat, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje. Si është përcjell kjo lëvizje, ky largim i Musk? Po, largimi tina nga administrata e Trumpit e shpritin vërtet, sepse ligjërisht kur ke një emrim veçantë, sikur ishte Elon Musk, ajo kërkohet që një gjatë 365 ditëve të funksionojnë vetëm 130 ditë. Dhe me datën 30 maj, do të thënë mandati i tij do të skadonte, kurse ky do dorëheqet 2 ditë përpara. Nuk ka shkaktuar asnjë shqetësim për sa i përket publicitetit ose publikut në Shtetet e Bashkuara largimi i tij, do të thënë që ishte pak shqetësuese, ishte fakti që në social media, ose mediat sociale, do të thënë, ishte në kundërshtim me shkurtimet e fondeve federale në propozimin që ka bërë Trumpi për vitin fiskal të ardhshëm. Por për sa i përket marrëdhënieve të Trumpit me Elon Musk, do të thënë ekzistojnë sikur se kanë kënd, sepse ai e falenderoi për mundësinë që i dha. Dhe të kuptohet një gjë që Elon Musk, do të thënë, ka funksionuar ose ka punuar atë funksion në pro bono, nuk ka marrë rrogë, ka bërë, do të thënë, vetëm që ndihmojnë Shtetet e Bashkuara dhe të ndihmojnë administratën që të identifikojnë abuzimet fiskale ose financiare që ekzistojnë në Shtetin Federal. E qarta, pati një takim, një ndarje mes Musk dhe Trump? Nuk e shoh si një ndarje, do të thënë, që ishte që të paktën në raportin e pozicionit që kishte. No, mënyra si u largu, do me thënë, e bani zyrtare, sepse ta që kishte 2 ditë dhe efektive që mund qëndronte aty deri me 30 maj, dhe u largu 2 ditë përpara, por nuk është se ka shkaktuar në një shqetësim për sa i përket marrëdhënieve midis Trumpit, administratës tina, apo dikasterit që ai themeloi që thirrët dosh. Në vërtet, po ta shihsh 26 shtete, që shumica shtetet në Amerikë, që janë 50 shtete në total, kanë prezantuar ose kanë propozu që të kenë atë që është barabartë me dosh që ka themelu Elon Musk, dhe me thënë që ka një mbështetje të popullit në Shtetet e Bashkuara që të identifikohen abuzimet që ekzistojnë sot, si që janë në rregull kombëtar, dhe me thënë në Washington apo në shtetet e tjera. Por vetëm kësaj 300 qytete mbrenda Shteteve të Bashkuara që predominohen përgjithësi nga republikanë, kanë propozuar që ata të kenë atë që është barabartë me dosh, dhe me thënë që të identifikohen abuzimet financiare në Shtetet e Bashkuara. Kështu që nuk ka një ndamje të jashtëzakonshme ose një konflikt midis Trumpit dhe Elon Musk nuk ekziston. Po, megjithatë u pan shumë afër gjatë fushatës për garën presidenciale, në ditët e para të betimit edhe marrjes së pushtetit, por nuk ka ndodhur kjo në këtë periudhë, pra madje edhe në momentin që Musk dha dorëheqjen 2 ditë përpara se të përfundonte pikërisht edhe mandatin apo pozicionin të cilin kishte marrë përsipër të kryente. Kjo parashiku, do me thënë, ishte e parashikueshme që ose me datën 30 maj ose me datën 27, 28, 29, do me thënë kishte me 2 ose 3 ditë që ta bante zyrtare që largohet nga ky funksion, se ligjërisht kërkohet që largohet nga funksioni, por nuk do të thotë që dekasteri që themeloi këtë që thirrët dosh, do me thënë, është ka përfunuar. Vërteta është fuqizuar më tepër, sepse atë që thonë që 26 shtete, në Shtetet e Bashkuara kanë propozuar që ta kenë atë që është barabartë deri dikun me këtë dosh. Do me thënë ka një fuqizim të jashtëzakonshëm, po ta shihim shtetin që ka Elon Musk. Programi tina në Shtetet e Bashkuara, do me thënë sot është 85% e popullsisë që mbështet atë, pa marrë parasysh pikpamjet e tyre politike, nëse janë demokratë, republikanë apo të pambarën. E kjo tregon një mbështetje të jashtëzakonshme për punën që ka bërë. Propozimin që bani Elon Musk. Megjithatë, avokat, nuk munguan as përplasjet me njerëz të rëndësishëm të kabinetit Trump.
Detyrimisht që të shifsh lëvizje, do të thënë dy lëvizje janë bashkëtan. Janë është politike financiare, kurse tjetra është vetëm financiare. Trumpi ka bërë lëvizjen politike dhe financiare, sepse në vitin 2026, që është viti tjetër, 435 kongresmen që janë në Shtetet e Bashkuara të gjithë janë për rizgjedhje. Dhe nëse Trump e humb, do të thënë Kongresin apo të House, ai do të humbin komplet programin e tina dhe do të jenë, do të thënë, një mposhtje e programit tina nëse nuk e ka lëvizjen e kujdesshme. Kurse Elon Musk ka bërë vetëm lëvizjen financiare, do të thënë ai ishte programi i tina që të mbrojnë Shtetet e Bashkuara si të kursejnë Shtetet e Bashkuara $2 trilion. Dhe gjatë administratës Trumpit ky $3 trilion do të kursehet, është e pa diskutueshme, të paktën e besoj, më fal se isha në telefon. Edhe kurse Trumpi lëvizjen e bani si politike dhe financiare, sepse si thash Kongresi ka zgjedhjet në 2026 dhe 1/3 Senatit është për zgjedhjen në 2026. Kështu që Trumpi i duhet të ketë një kujdes jashtëzakonshëm për këtë lëvizje që të mos humbin mbështetjen politike ose të mos humbin zgjedhjet Partia Republikane në 2026. Përndryshe programi i tij dhe propozimet e tij domethënë nuk do të kenë rezultatin që kërkon që të marrin gjatë presidencisë së tij. E qartë, a mendohet se është e nevojshme të jetë sërish ky pozicion i veçantë në administratën Trump që kishte maskë deri tani dhe nëse po, cilët janë emrat që diskutohen? Ajo do të vazhdojnë, domethënë ekziston stafi, nuk do të largohet nga Dodge, do të vazhdojnë stafi tina, se kush do të drejtojë nuk është përcaktuar për momentin, nuk kërkohet që në vërtet të aprovohet nga Senati Amerikan, sepse kjo është një fuqi kushtetuese që ka presidenti në këtë rast dhe nuk kërkohet që të aprovohet nga Senati Amerikan, nuk e